Për të janë moment të gëzimi dhe ne sonte jo vetëm që ndajmë këtë gëzim të këtij iftari, po sonte kemi edhe një gëzim tjetër që në këtë xhamin tonë sonte e kanë kryer katër nxënës hatme Kur'anin dhe kemi masi të ham iftarin do falim akşamin dhe pastaj kemi edhe ceremoninë e hatmes të Kur'anit. Sa i përket iftarin sonte e donon një bashkëfshatar i jonë i cili gjendet në Amerikë, Elber Alimi, dhe unë e lutem Allahun xhaleshanu që tash problem me mirësitë ati të pakufishme, që na ka gëzuar, na ka mbledh neve si bashkëtarë dhe gjitha musafirët që kanë erdhur na kanë vizitu, Allahu i shpërblet dhe Allahu i respektoft të gjitha. Po në këtë xhami gati thosh që 30 vite që merrem me nxënës dhe vazhdimisht me këtë ka qenë gjallë dhe ka funksionuar dhe nuk e di edhe unë vetë sa gjenerata ka ndalë për këtu, po për fat të keq që shumicën e kemi edhe jashtë. Butik e tavolina të para. Ne tashti do të bëjmë duan e bukës, pa marrë parasysh se nuk keni përfunduar të gjithë, do t'i hani edhe amëlsin, edhe do t'ju kisha lutë të gjithëve, në qoftë se keni mundësi, do hypim lart te xhamia dhe do bëjmë një dua të hatmes që kanë kryer disa nxënës. Edhe një herë Allahu e bëf kabul, Zoti e pranoft inshallah. الله رب العالمين القائل في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu Dhul Xhelal, I cili na ka kriju, na ka udhëzuar dhe na ka furnizuar me ushqime të pastërta, të bukura, të shijshme dhe të lejuara, dhe na ka bërë pjesëtar të fesë islame, e cila është e vetme e pranuar dhe e lavdëruar tek Ai. Rahmeti dhe bereqeti I Allahut qoftë mbi ata të cilët e kanë përgatitur këtë ushqim, mbi ata të cilët e kanë ngrënë këtë ushqim dhe mbi ata të cilët gjenden në këtë vend. O Zoti I gjithësisë, na e bën të mundur që të hajmë prej hajeve të xhennetit, të pim ujë nga burimi I Kautherit dhe të begatohemi me të mirat e xhennetit.
O Zoti plot fuqishëm, ti të mirat tua na i shto, e kur mos na i pakso. Për hir më të madhit pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të dashur të pranishëm, i nderuari imam i xhamisë së fshatit Drogëmisht i madh Haxhi Sefer Efendi i Bishi, nderuar këshill i xhamisë, nderuar xhamat, fillimisht e lusë Allahun e madhruar që Zoti na i ketë bërë kabull dhe ta ketë pranu agjërimin e ditës së sotshme, po edhe të ditëve të cilët na kanë kaluar, e inshallah e lusëm Allahun që Zoti na jap fuqi, mundësi që edhe këto ditë që kanë mbetur, inshallah t'i kalojmë në adhurim të drejtë, të saktë, të sinqert, e të pranuar inshallah tek Zoti i madhërueshëm. Gjithsesi, një falënderim i veçantë shkon edhe për shtruesin e iftarit të sonte, që është bashkëfshatari juaj dhe i joni, o zotni Enveri Alimi, i cili në shenjë respekti të këtij muaji të Ramazanit u përcaktua familjarisht që për bashkëvendasit dhe për musafirët të shtrojnë iftarin e sontëm. Allahu ja shpërbleft dhe ja kompenzoft me të mirat e tij të pakufishme. Normalisht jemi të nderuar edhe si muftini, po edhe ju si fshati Drogëmishtit madh, me që sonte bashkë me ne si musafir janë të pranishëm këtu kryetari i komunës tonë, zotëri Fatmir Dehari. Kemi musafir të udhëhequr nga drejtori i sektorit fetar-arsimor pranë riasetit të bashkisë fetare islame, Fezullah Efendi Sadiku, me dy hafëzët të mirënjohur, Fatih Derdiok, i cili vjen nga Republika e Turqisë, edhe hafëz Idris Osmani nga qyteti i Tetovës. Gjithashtu shoqërues me ta është edhe një punëtor i riasetit, zotëri Osmani. Unë i falenderoj, e lusë Allahun që t'i shpërblej për çdo hap që kam bërë për të na nderuar neve, për të nderuar fshatin Drogëmisht dhe për të nderuar edhe këtë ceremoni të duas së hatmes për të cilën ne jemi sonte këtu bashkërisht. Të dashur vëllezër, muaji i shenjtë i Ramazanit është shumë i ndërlidhur ngushtë me Kur'anin, me librin e Allahut të madhruar. Dhe fakti se pse është ashtu është për arsye se Allahu në Kur'an thotë Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Se muaji i shenjtë i Ramazanit është muaji në të cilën ne e zbritëm Kur'anin. Fakti që në këtë muaj u zbrit Kur'ani, ky muaj merr epitetin e të qenurit muaji më i madh i vitit në kalendarin islam. Dhe gjithsesi, çdo punë, çdo ceremoni që mban brenda Kur'anin, që përfaqëson Kur'anin, domosdoshmërisht merr epitetin e asaj të qenurit i madhëruar, të qenurit i rëndësishëm, të qenurit i veçantë. Ju e dini se
nata në të cilën filloi zbritja e Kur'anit ishte nata e Kadrit. E nata e Kadrit është nata më e madhe në Islam. Pejgamberi Muhammed ishte pejgamberi i cili e pranoi Kur'anin. Automatikisht pejgamberi më i madh i Allahut madhruar. Meleku Gjibril, meleku që e zbriti Kur'anin, automatikisht meleku më i madh. Ummeti pejgamberit, ummeti i Kur'anit, automatikisht ummeti më i madh. Andaj vëllezër të nderuar, nëse ky Kur'ani bëhet udhëzim i joni, udhëzim i zemrave tona, automatikisht edhe ne fitojmë nga madhështia e tij dhe bëhem madhështor në kuptimin e moraleve tona, në kuptimin e karakterit tonë, kuptimin e fjalëve tona, kuptimin e punëve tona. Do të thotë në çdo aspekt, në çdo situatë, në çdo kohë, ne reflektojmë nga urësitë dhe mirësitë e Kur'anit. Sonte dashur vëllezër, këtë muaj, Kur'anin dhe të netët e fundit të këtij muaji i kanë nderuar dhe i kanë respektuar fort imami i kësaj xhamie dhe 4 vëllezër tonë të cilët janë përkushtuar brenda kësaj kohe të bashkëjetojnë me Kur'anin, të mësojnë leximin e Kur'anit, derisa të përfundojnë komplet leximin e tij, që ne e quajmë bërjen e hatmes, që do të thotë se mësimi i shkronjave të Kur'anit, fillimi i leximit të Kur'anit, deri në përfundimin e Kur'anit të Kerim. Dhe kjo ka ndodhur dhe është duke ndodhur tani në muajin e shenjtë Ramazanit, konkretisht në netët e fundit të muajit, ku shpërblimet e Allahut të madhruar, ku mëshira e tij, ku falja e tij, ku shpëtimi i tij jenë më evidente se në çdo kohë tjetër të vitit. Andaj unë e lusë Allahun e madhruar, ashtu si që këto e kanë nderuar fjalën e Allahut, Allahu t'i nderojnë me mirësitë e tij. E Allahu t'u shpërblen ashtu si që din, edhe si që mundet vetëm Zoti i madhruar. Kjo vëllezër është një përkushtim, kjo është një vullnet i çelit, në radhë të parë i vetit i vitëve të cilët përcaktohen ta mësojnë fjalën e Allahut, por është një begati e madhe edhe familjes, një begati e madhe edhe prindërve, një begati e madhe edhe shoqërisë ku ne jetojmë dhe veprojmë. Dhe unë e lusë Allahut, ashtu si çdo 4 vëllezërit tonë janë përcaktuar për ta mësuar fjalën e Zotit, inshallah nga mesi jonë do të kemi edhe shumë njerëz të tjerë, të cilët do të kenë po të njëjtin vullnet për ta nderuar fjalën e Zotit të madhruar me qëllimin e fitimit të shpërblimit. Andaj ne, pa më humbur kohë, masi jemi edhe në muajin e Ramazanit, kemi edhe namazin e Taravis, unë dëshiroj që përpara se e bëj duan e hatmes nga njëri nga hafëzët tonë, të shpërndajmë të lexuesve të hatmes ka një mirënjohje në emër të muftinis edhe ka një dhuratë të vogël. E ftoj edhe imamin Seferin, edhe kryetarin për të bashkëpërndarë këto mirënjohje. Yusuf Aliu. Mashallah. Leron Gjupi
Bleroni ka qenë nxënësi të shkolla fillore. Allah e shpërbleft për punën dhe kontributin. Bujro Bleron. Albion Emrullaj. Allah e shpërbleft kontributin. Edhe Napoleon Alim. Allah e shpërbleft. Allah e Bleron. Edhe njëherë Zoti e shpërbleft Hoxhën, Haxhi Seferi. Unë nuk du shumë ka lavdroj se për herë më akuzohen se to të kje shoqë dhe folë mirë. Nuk ka punë shoqërije. Është një ndër hoxhallarët më punëtorë që e kemi ne në ftininë tonë. Thonë falë kontributit Hoxhës Sefer, kanë dalë shumë nxënës që kanë mësu lecimin e Kuranit. Inshallah Zoti jep shëndet, jep mirësi dhe rrugë dhe të vazhdojmë në punën e tij. Andaj tash një ashere të shkurt nga Hafez Idrisi, edhe dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك
وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين وسلامة على أمة محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يعلوك.